Gjandarmeria serbe dyshohet se ka hyrë në territorin e Kosovës duke plagosur dhe rrëmbyer një shtetas kosovar të nacionalitetit serb në zonën kufitare në Leposavić. Sipas policisë, ngjarja ndodhi të shtunën. Tashmë për rastin është njoftuar edhe KFOR-i që ka për detyrë menaxhimin e kufirit mes Kosovës dhe Serbisë. Vendi i ngjarjes ku raportohet se ka ndodhur rasti dyshohet se gjendet brenda territorit të Republikës së Kosovës, pra brenda hapësirës si quhet pika 0, në afërsitë të zonës së Leposavićit në mes të Republikës së Kosovës dhe Serbisë, ku për këtë policia e Kosovës ka njoftuar dhe ka bashkëpunuar me KFOR-in si përgjegjëse për zonën Brezin kufitar. Policia kumton se ka informacion se viktima është dërguar drejt Nishit në Serbi me një autoambulancë. Policia e Kosovës, Drejtoria për hetimin e krimit të organizuar dhe krimeve të rënda, ka ndërmarrë veprimet të saj hetimore, duke intervistuar dëshmitar të rastit, përmes të cilëve janë siguruar informacione se disa personat e maskuar kishin hyrë në territorin e Republikës së Kosovës, duke plagosur dhe rrëmbyer viktimen, të cilën pastaj e kishin dërguar në territorin e Serbisë, ku sipas dëshmitarëve me një autoambulancë kanë dërguar në drejtim të qytetit të Nishit në Serbi. Prokuroria themelore në Mitrovic ka iniciuar rast. Kufiri mes Kosovës dhe Serbisë është rreth 350 kilometra i gjatë. Një rast rrëmbimi u regjistrua në vitin 2012 kur policët special serb arrestuan 2 policë kufitar të Kosovës në Dumnicë të Podujevës. Ndërkaq edhe në qershorin e vitit 2023 specialet serb rrëmbyen 3 policë kosovar me pretendimin se lokalizoheshin në territorin e Serbisë. Qeveritë e 2 vendeve kanë dhënë versione të kundërta për lokacionin e tyre.